Një shpërthim me lëndë eksploziv ka tronditur qytetin e Laçit në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Ngjarja është regjistruar rreth orës 3:30 minuta në një dyqan në pronësi të shtetasit Ynduë Gjinaj, i vendosur në katin e dytë të një kompleksi shërbimesh përballë bashkisë së Kurbinit. Nga shpërthimi janë shkaktuar dëme materiale në fasadën e biznesit dhe në pjesën e jashtme të objektit. Në momentin e shpërthimit, aktiviteti ka qenë i mbyllur dhe në zonë nuk ka pasur lëvizje qytetarësh, ndërsa menjëherë pas ngjarjes, policia nisi hetimet. Grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë të bizneseve pranë, me qëllim identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. Deri më tani nuk dihen motivet e vendosjes së lëndës eksploziv, ndërsa policia po heton në disa pista.